Nuk ka gjë më të trishtueshme se sa të kesh makinën më të bukur në lagje, por të lëvizësh me urban ose taksi, sepse bisha është tek mekaniku për të 4-ën herë brenda muajit. Sot kemi listën e zezë, top 3 makinat që duhet t'i shmangni si djalli Temjanin. Ja makinat që premtojnë luks, teknologji, por të lënë në këmbë pikërisht atëherë kur të duhen më shumë. Nga mbretresha e karotrecit deri tek bomba me sahat që ne i quajmë kambiot automatike. Mbani shënime që mos t'ju shote grupi probleme me makinat në Facebook duke kërkuar ndihmë me dëshpërim të madh. Le të fillojmë me atë që na dhëm më shumë. Range Rover Sport Vogue i vitit 2014 deri në vitin 2018. Për mua është mbretëresha e karotrecit. E para në listë, makina që ka thyer shumë zemra dhe portofola në Shqipëri, Range Rover. Të jemi sinqert, nëse do të dukesh si boss në dasëm ose kur parkon tek rruga e bllokut, nuk ka makinë që ja kalon kësaj për nga prezenca. Por ka një arsye shumë të fortë pse këto makina në tregun e të përdorurave sigurisht zhvlerësohen më shpejt se çmimi i naftës pas lufte. Problemi i parë me këtë makinë është me amortizimin ose suspensionin. Sistemi i famshëm i amortizatorëve me ajër, pra, një ditë zgjohesh nga gjumi, e sheh makinën nga dritarja e shtëpisë dhe e gjen të ulur për tokë, sigur i ka rënë tensioni dhe nuk e mbajnë më këmbët. Në fakt, nuk e mbajnë jastikët e ajrit, jo këmbët. Dhe këtu fillon makthi. Filloni kërkimi në përvareza ose grupe Facebooku, kush riparon jastëk me kosto të lirë dhe përfundoni duke paguar për një jastik ajri sa një rrogë mesatare vetëm për njërin krah. Problemi i dytë, motori 3 mish diesel. Ky është mëkati më i madh dhe i vërtet. Ky motor ka një zakon shumë të keq, rrjedhjet e vajit. Dhe nuk është si makinat e tjera që ndron një gomin dhe u zgjidh halli. Tek Range Roveri, që të arrish tek pika e rrjedhjes, mekaniku do të thot fjalin që të ngrin gjakun. O vlla, duhet me ul gjithë motorin me abo rrjedhjen kësaj. Kjo do të thotë që vetëm për të hapur kapakun, ti ke djegur të gjitha kursimet e pushimeve të verës. Range ka një intuit të frikshme. Ai e di shumë mirë kur ti e ke me nxitim. Ai do të të lejë në rrugë pikërisht kur e ke dasmën e vllajt dhe ke gjithë familjen brenda dhe troft kostumi 500 euro që ti ke veshur. Konkluzioni, është një makinë fantastike, vetëm nëse e blen me 0 kilometra dhe e shet sa po t'i mbaroj garancia. Nëse e blen të përdorur me 150.000 kilometra në Shqipëri, ti nuk po blen makinë, po blen një abonim vjetor tek mekaniku. Ndërsa e dyta në listë janë të gjitha ato makina me kambio automatike doppio freksion, DSG dhe DCT, që do të thotë kambio automatike me 2 disko frene, double clutch, si tek grupi Volkswagen apo tek makinat koreane dhe gjermane që kanë mbi 200.000 kilometra dhe nuk e kanë parë kurrë shërbimin me sy. Në Shqipëri kemi një bindje të frikshme dhe të rrezikshme. Kambioja automatike nuk preket sepse është vul me fabrike, kështu thot fabrika. E vërteta, në fakt është ndryshe. Këto kambio janë si kompjuter që punojnë nën presion dhe temperaturat larta. Vajin dhe filtrin e kanë si bukën e gojës. Nëse pronari i mëparshëm nuk e ka ndëruar vajin çdo 60.000 kilometra, ti praktikisht je duke bler një bombë me sahat që sapo i ka filluar numrimi mbrapsht. Cilat janë shenjat e para? Gjithçka fillon me një goditje të vogël kur makina ndron marshin nga i pari tek i dyti, ose kur je në trafik dhe ndjen një dridhje, sigur makina po mbytet përpara se të ndroj marshin, pra. Shumë njerëz thonë e ka nga vjetërsia, makinë e vjetër, ç'a di bosh. Por mekaniku do të thot një fjalë tjetër që do të kushtoj shtrenjtë. Mekatronicsi.
Fatura, riparimi I këtyre kambjove nuk bëhet tek lagja me kaçavit, por duhen specialist dhe pjesë që shkojnë nga 1.500 deri në 3.000 euro. Cilat janë këshillat e mia? Nëse shkon të provosh një makinë të tillë tek pronari dhe të thotë kshu e ka kjo plago, e jep nga goditja sa të ngrohet vaj, futja vrapit dhe mos e kthe kokën pas sepse ai po kërkon dikë që t'i lej patatën e nxehtë në dorë. Dhe e fundit, makinat hibride të përdorura dhe pa garanci. Trendi që po pushton tregun ton, pra në Shqipëri, hibridet e vjetra. Njerëzit undohen nga reklamat, bli hibrid, kurse naft, mbro ambientin dhe ty duket sigur po bën marrëveshjen e shekullit, apo jo? Po në fakt, je duke kursyer 20 apo 30, se jo, edhe 50 euro naft në muaj duke menduar që po del me fitim. Por, harron që në barkun e asaj makine ndodhet një bateri litiumi që ka një jetëgjatësi të caktuar. Kur ajo bateri thot u lodha, kursimi yt I naftës për 5 vitet e fundit digjet brenda 1 sekonde. Në Shqipëri po vinë shumë hibride në fakt me 10, 12 apo 15 vite mbi shpinë dhe në këtë moshë për baterit pra nuk është më pyetja a do prishet, por kur do prishet dhe kur ajo vdes, makina jote kthehet në një objekt dekorativ që peshon 2 ton, por nuk ndizet më. Pa garanci fabrike, kostoja e një baterie të re origjinale shkon nga 4.000 deri në 7.000 euro. Dhe shumë njerëz përfundojnë duke kërkuar bateri të përdorura në varreza makinash ose duke bler një tjetër bateri që është gati në fund të jetës së saj. Është një cikël vuajtjesh që nuk mbarojnë kurrë. Si përfundim, hibridi është fantastik, kur është I ri ama dhe me garanci. Po ta blesh atë me 250.000 kilometra, është si të luash ruletë ruse, por me pistoletën plot. Dhe të shpresosh që nuk do të qelloj ty. Shikoni, unë e di shumë mirë tani që gjysma juaj që keni Range Rover ose që jo, edhe një hibrid me 300.000 kilometra, do të më shanin komente e do thoni, o vlla, ti s'merr vesh, ti s'ke lidhje me makinat, unë kam një vit që japes më kalon kur, makina ime është bish, është top, e tjera me radhë. Dhe unë ju besoj, por pyetja është, sa herë ju ka dalë gjumi natën duke menduar për atë dritën e verdhë që u ndes tek kroskoti sot paradite. E vërteta është se ne shqiptarët e kemi me merak të dukemi, por nuk ka asgjë më të keqe se sa të blini një makinë që t'ju shërbej ju dhe të përfundoni duke I shërbyer ju makinës dhe portofolit të mekanikut. Dua të dëgjoj prej jush tani dhe të shkruani këtu poshtë në komente kush ka një Range Rover ta thotë të drejtën, sa herë ju është ndezur ajo drita e kuqe këtë muaj. Aja vlen vërtet luksi për të gjitha të stres që kaloni dhe për gjithë ju të tjerët me 15.000 euro a do blinit një makinë luksoze me shumë naze apo një makinë të thjeshtë, ndoshta pak më të shëmtuar, por që të çon te daja në fshat pa patur nevojë për numrin e karrotrecit në rubrikën e telefonit. Shkruani eksperiencat tuaja, qofshin ato me bateri hibride apo ato me kambjo që godasin, sepse kështu mund të ndihmojmë edhe njëri tjetrin që të mos digjemi. Mos harroni bëni subscribe te kanali Gjithçka rreth makinave dhe aktivizoni zilen e njoftimeve sepse në videon e ardhshme do të flasim se çfarë makine mund të blesh me 10.000 euro. Deri atëherë udhëtoni të sigurt dhe bëni kujdes. Mos blini pordh me borxh, por blini hekur që t'ju mbaj. Shihemi në videon e ardhshme.